kush garanton në rast se ngritet çmimi 15%, që vitin tjetër na kanë me pas kërkesa për më ngrit çmimi prap, edhe kush na garanton që nuk ka me pas. Pra kjo është frika e vërtetë që mund të ketë ngritje për çdo vit. Më pas mungesë të energjisë. Thjesht se atyne kur t'ju levërdis, mujnë mos me ble, ose mujnë me thonë nuk po e mban rrjeti. Cili rrjet nuk po e mban? Që ky rrjet që ke pas ti me investues kanë mjaftu ty 12 vjet, 13 vjet, sa do të me të prit Kosova ty? 50 vjet për me investu në rrjet? Se na nuk kemi aq industri të madhe sa për me rëndu. Përveç kësaj e kemi pas një politik të gabuar, naive nga Ministria e Ekonomisë, cilat kanë subvencionu pajisje të energjisë për ngroje e cili ka pas kundër efekt, jo vetëm ato që i kanë subvencionu, po kushdo që ka pas mundësi në një zonë caktuar, nxehet me dru, nxehet me pelet, nxehet me fengjell, për arsye se krejt njerëzit kanë ble pajisje. Dhe tash në rast se ka ble Jakupi kemi ble krejt lagja dhe ka prodhu kundër efekt, nevoja për konsum në pik është tepër e lartë, kjo ka ardhur krejtësisht rezultat i politika të gabuara. Thjesht, jo që nuk kanë kontribu të përmirësohet prodhimi, të kemi energji qoftë për disa megawatt shtesë, po kanë kontribu që të rëndohet gjendja dhe ma shumë, e që duhet të ishte e kundërta, që ekonomitë familjare të subvencionoheshin, në mënyrë që ata të vendosnin panele solare që të mund të asiguronin një pjesë ose krejt energjin për familjet e tyre dhe të mos po e nëzom. Janë dhënë grante nimi klima, t'japeshin më pak dhe të mbështeteshin familje, ose po e thamë, më shumë caktuar që mund të krijoj stabilitet energjetik. Mirë po, se dikush e ka thonë televizion, Fatmir Limajes, dikush e ka thonë, nuk përvohet shteti.